Frankenstein, Mary Shelley. Përktheu nga origjinali Erion Cristo. Zonjë Seville, Angli. St. Petersburg, 11 dhjetor. Ju do të gëzoheni kur të dëgjoni se asnjë fatkeqësi nuk më shoqëroi në fillimin e këtij angazhimi, të cilin ju e keni vlerësuar me parandinja paksa djallëzore. Dje, mbërrita këtu dhe detyra ime e parë është të sigurohem motra ime e dashur mbi shëndetin tim dhe të ushqej besim mbi suksesin e projektit tim. Tashmë jam shumë në veri të Londrës dhe, ndërsa po ec në rrugët e Petersburgut, ndjej një herë të ftohtë veriore që më përplaset mbi faqe, e cila më tendos nervat dhe më mbush njëkohësisht me kënaqësi. A i keni përjetuar ndonjëherë këtë ndjenjë? Kjo erë që po vjen nga rajonet drejt të cilave po përparoj, më jep një shije të asaj klime të akullt. Të frymëzuara nga kjo erë premtuese, ëndrat e mia bëhen më të zjarrta dhe më të gjalla. Më kot përpiqem të bindem se Poli Veriut është një vend i acarit dhe i shkretimit. Ndonjëherë më paraqitet para imagjinatës si një vend bukurie dhe kënaqësie. Atje, Margaret, dielli është përgjithmonë i dukshëm. Disku i tij i gjerë vetëm sa përshkon horizonti dhe përhap një dritë të përhershme. Prandaj, me lejen tënde motra ime, do të besoj tek eksploruesit para rendës. Atje bura dhe ngrica janë të ndaluara dhe duke lundruar mbi një det të qetë ne mund të shëtisim mbi një tokë që të i kalon mrekullitë dhe bukuritë e çdo rajoni të zbuluar gjermëtash në globin e banueshëm. Prodhimet dhe tiparet e tij mund të jenë të pashembullta, pas indikimet e trupave qiellor padyshim që gjenden në ato vetmi të pazbuluara. Çfarë mund të mos pritet nga një vend me dritë të përjetshme? Mund të zbuloj fuqinë e mrekullueshme që tërheq gjilpërën dhe mund të kryej 1000 vëzhgime qiellore që kërkojnë vetëm këtë udhëtim për t'i bërë eksentricitetet e tyre në dukje të qëndrueshme përgjithmonë. Do ta ngop kuriozitetin tim të zjarrt me pamjen e një pjese të botës të vizituar si kurrë më parë dhe mund të shkel një tokë të pashkelur si kurrë më parë nga këmba e njeriut. Këto janë dëshirat e mia dhe janë të mjaftueshme për të mposhtur të gjithë frikën nga rreziqet apo vdekja dhe për të më detyruar ta filloj këtë udhëtim të lodhshëm. Me gëzimin që ndjen një fëmijë kur hipon në një varg të vogël me shokët e tij, në shëtitje në lumin e vendlindjes së tij. Por, duke supozuar se të gjitha këto amendësime janë të rreme, ju nuk mund të kundërshtoni përfitimin e paçmuar që unë do t'i jap të gjithë njerëzimit, sidomos brezit të fundit, duke zbuluar një kalim nga Poli Veriut, për në ato vende të cilat aktualisht janë të nevojshëm shumë e shumë muaj me radhë, apo duke zbuluar sekretin e magnetit, i cili, nëse është i mundur, mund të kryhet vetëm nga një projekt siç është ky imi. Këto reflektime e kanë shpërndar trazimin me të cilin nisa letrën dhe ndjej që zemra ime po ndriçohet nga një entuziazëm që sa më ngre kot në qiell, kot dhe më ndihmon aq shumë për ta shqetësuar mendjen, si një qëllim kryesor, një pikë mbi të cilën shpirti mund të përmirësojë syrin e tij intelektual. Kjo ekspedit ka qenë ëndra ime në sirtar për vite me radhë. Kam lexuar me entuziazëm rrëfimet mbi udhëtime të ndryshme që janë bërë me qëllimin e daljes për në oqeanin e ngrirë të Veriut, përmes deteve që rrethojnë Polin. Ju mund të kujtoni se një histori e të gjitha udhëtimeve të bëra për qëllime zbulimi përbënte të gjithë bibliotekën e mirë të Xhaxha Thomasit. Shkollimi im u la pas dore, megjithatë unë isha i dhënë pas leximit. Këto vëllime ishin studimi im ditë e natë dhe afrimi im me ta, rritja të keqardhjes që kisha ndier kur isha fëmijë, pasi mësova se urdhri për vdekjen e babait tim i kishte ndaluar Xhaxhain të më lejonte të filloja një jetë si detar. Këto vizione u zbehën kur lexova për herë të parë ata poet, shpërthimet e të cilëve hyn në shpirt dhe ngritën atë në qiell. Gjithashtu u bëra një poet dhe për një vit jetova në paresën e krijimeve të mia. Imagjinova gjithashtu se mund të fitoja një vend në tempullin ku shenjtëroheshin emrat si Homeri dhe Shakespeare. Ju e njihni mirë dështimin tim, dhe sa rëndë përjetoj unë zhgënjimin. Por, pikërisht në atë kohë unë trashëgova pasurinë e Xhaxhait tim dhe mendimet e mia u kthyen në hullinë e tyre të kahershme. Kan kaluar 6 vjet që kur vendosa për projektin tim aktual, mund të kujtoj orën nga e cila i premtova vetes këtë projekt të madh. Fillova duke futur veten në vështirësi, shoqëroja peshkatarët e balenave në disa ekspedita në detin e Veriut. Vullnetarisht, durova të ftohtin, urinë, etjen dhe pagjumsinë. Shpesh punoja më shumë se marinarët gjatë ditës dhe netët e mia u kushtoja studimeve të matematikës, mjekësisë dhe atyre degëve të shkencave fizike, nga të cilat një degtar aventurier mund të nxjerrë mësim më të madh praktikisht. 2 herë në fakt, ju futa punës si një gjuetar balenash në Groenland dhe ngrita veten gjerë në admirim. Unë ndjeva krenar kur kapiteni im më ofroi postin e dytë më të lartë në anije dhe mu përgjërua të qëndroja me seriozitetin më të madh.
aq të vlefshme i konsideronte kapiteni shërbimet e mia. Dhe tani, e dashura Margaret, a nuk e meritoj të arrijë një synim të madh? Jeta ime mund të ketë kaluar me lehtësi dhe luks, por unë preferoj lavdin dhe çdo joshje që pasuria hedh në rrugën time. Oh, ai zënj kur ai jues do të përgjigjet pozitivisht. Guximi im dhe zgjidhja ime është e vendosur, por shpresat e mia luhaten dhe shpirti im shpesh është në mërzi. Jam gati të vazhdoj një udhëtim të gjatë dhe të vështirë, të papriturat e të cilit do të kërkojnë tërë fuqinë time. Jam i detyruar jo vetëm të frymëzoj shpirtrat e të tjerëve, por ndonjëherë të mbështes timin, kur të tyret po dështojnë. Kjo është periudha më e mirë për të udhëtuar në Rusi. Aty fluturohet shumë shpejt me borë mbi saje. Udhëtimi është i këndshëm dhe për mendimin tim shumë më mirë se sa një skenar anglez. I ftohti nuk është i acartë. Nëse mbështillesh me gëzof, një rrobë të cilën tashmë e kam adoptuar, pasi ekziston një ndryshim i madh mes ecjes mbi kuvert dhe qëndrimit ulur pa lëvizur për orë të tëra, kur asnjë ushtrim nuk parandalon që gjaku të ngrijë në venat tuaja. Nuk kam asnjë ambicie të vdes në rrugën e Shënt Peterburgut, por në Archangel. Unë do të nisem për atje brenda 2 ose 3 javësh, dhe qëllimi im është që të marr me qira një anije atje, gjë e cila do të bëhet lehtësisht duke i paguar siguracionin pronarit, dhe të angazhoj sa më shumë detar që mendoj se është e nevojshme, të aftë në peshkimin e balenave. Nuk kam ndërmend të lundroj deri në muajin qershor, por kur të kthehem? Motër e dashur, si mund të përgjigjem kësaj pyetje? Nëse do të kem sukses shumë muaj, ndoshta vite do të kalojnë para se unë dhe ti të takohemi. E nëse dështoj, do të më shihni përsëri shpejt. Ose kur. Lam të mire, dashura ime, shkëlqyera Margareta. Qielli lëshon bekimin mbi ty dhe më shpëto, që të mund të dëshmoj pafund mirënjohjen time për të gjithë dashurinë dhe mirësinë tënde. Vëllai yt i dashur, R. Waltoni. Kjo ishte letra e ndjerë e kapitenit Walton, nisur motrës së tij. E pasi ai arriti të krijonte një ekipazh dhe të nisi drejt polit të veriut, gjërat ndryshuan. Kapiten, diçka po lëviz përmbi akull, shikoni atje. Marinari shndroi në majtë të direkut sipër kapitenit. Krau i tij tregonte tej anijes përgjatë miljeve me akull që mbulonin detin. Kapiteni pa nga veriu aty ku tregonte marinari dhe pa diçka që po afroi me shpejtësi drejt anijes përmes akullit. Vurit e shyshe në sy dhe përmes saj arriti të dallonte trajtat e 10 qenve që po të rishin një slit përmbi akull. Ai arriti të shihte edhe ngarsin e slitës, një figurë stërmadhe, shumë më e madhe se një njeri. Slita po ja vitej detit dhe sa ora ishte vetëm një çerek milje nga anija. E askujt nuk i duhej një tejshysh tanim për të parë figurën e stërmadhe të ngarsit. Befas, slita ja mbajti prapa një mali me akull dhe u zhduk. Në atë çast, një slit tjetër u shfaq. Ajo gjithashtu po lëvizte me shpejtësi dhe duke qartë që po ndiqte slitën e parë. Ngarsi i saj kishte një trup të vogël, pak a shumë se një njeri zakonshëm. Qent ecin me të katra, e pasandaj, slita e dytë gjithashtu u zhduk pas malit të akullt. Kaluan 2 orë dhe slitat nuk u shfaqen më. Asgjë nuk lëvizte mbi akull. Mbërriti nata dhe ja solloi një stuhi. Në mëngjes marinarët panë se copa të mëdha akulli pluskoni rreth anijes. Befas, marinari përmbi direkt, klifi rishtaz. Kapiten, dalloi një njeri mbi akull. Marinari po tregonte një masë akulli që lundronte pranë anijes. Një njeri ishte ulur mbi akull dhe pranë tij gjende një slitë e shprishur. Njeriu dukej si i vdekur nga të ftohtë dhe nuk mund të lëvizte. Marinarët e shpunë me kujdes në anije dhe ja sollën kapitenit, i cili tha: "Mirë se erdhe në anijen time. Unë jam kapiteni dhe më quajnë Robert Walton." "Faleminderit, kapiten Walton," tha njeriu. "Mua më quajnë Frankenstein, Viktor Frankenstein." Pas kësaj, i razali dhe nuk foli më. Kaluan 2 ditë përpara se njeriu të forcojë mjaft sa të fliste dhe kësaj kapiteni i kërkoi të rrëfente historinë e tij. "Por vatem të kap dikë," tha Frankensteini. "Ndaj, kam ardhur kaq pranë veriut përmbi akull." "E pam se po ndiqni dikë," tha kapiteni. Ai ishte i stërmadh, shumë i madh se një njeri dhe ne e pam slitën e tij pikërisht përpara jush në natën para stuhisë. "Më vjen mirë që ju e pat atë figurë të stërmadhe," tha Frankensteini. "Ndoshta kjo do t'u bëj ta besoni historinë time." Gjatë ditës, ndërsa kapiteni punonte në anije, Frankensteini shkruante historinë e tij dhe çdo mbrëmje ai lexonte kapitenit se çfarë kishte shkruar. Kjo është historia e Viktor Frankensteinit. Kapitulli 2.
Kam lindur në Zvicër, në qytetin e Gjenevës. Prindrit e mi e deshën shumë njëri tjetrin dhe unë mësova shumë nga dashuria e tyre shembullore. Mësova se të duash dhe të jesh i duruar janë gjërat më të rëndësishme në botë. Nëna ime shpresonte të kishte një vajzë pas lindjes sime, por për 5 vjet unë isha fëmia i vetëm. Mandej, nëna ime gjeti një motër për mua. Ajo ndihmonte një familje ku kishte 5 fëmijë. Ata ishin të jetëskamur dhe fëmijët ishin të dobët e të uritur. Një prej fëmijëve ishte një vajzë e vogël me flokë të artë e sy të kaltër. Emri i saj ishte Elizabeta. Nëna ime e mori vajzën e vogël në familjen tonë dhe Elizabeta u bë vajza që nëna ime gjithnjë kishte dëshiruar. Kur u rrita, dashuria ime për Elizabetën u bë më e fortë me kalimin e kohës. Më pas nëna ime lindi 2 djemë të tjerë, Ernestin dhe Williamin. Një vajzë e re i quajtur Justin erdhi të banonte në shtëpi për të ndihmuar nënën time lidhur me fëmijët. Ne e deshëm atë, po aq sa ajo na deshit e ne. Vitet kaluan të lumtura dhe ne kishim gjithçka që dëshironim. Në shkollë, njoha një njeri vërtet të zgjuar. Emri i tij ishte Henry Clerval. Ai ishte tepër i mprehtë. Edhe familja ime e donte shumë atë, ndaj ai na vizitonte shpesh në shtëpinë tonë. Unë mësoja shumë në shkollë. Doja të dija të fshehta të jetës dhe mbi të gjitha, doja të dija si të bëja gjëra të gjalla. Lexova gjithë librat që më ranë në dorë dhe një ditë ndodhi diçka që më shtoi një mendim të ri ndër mendimet që kisha ndërkaq. Aso kohë isha 15 vjeç dhe po kalonin pushimet nëpër male. Ja bëhu një studi të mërshme dhe bashkë me të buçima dhe shkreptima që nuk I kisha parë kurrë në jetën time. Rreth 20 metra përballë shtëpisë sime gjende një pemë e madhe. Befas, një rrufes të madhe gjuajti pemën. Pas disa sekondave prej saj nuk mbeti më asgjë, përveç një cope të zezë druri, 2 metra të gjatë. Rrufeja e shkatroi atë. Aty pranë, pash se sa I fortë ishte elektriciteti. Fillova të lexoj të gjithë librat që më ranë në dorë rreth elektricitetit dhe fuqisë së tij të tmerrshme. Kapitulli 3. Për 17 vjet, jeta ime ishte tepër e lumtur. Mandej, ndodhi gjëja e parë e dhimbshme. Nëna ime u sumurën dhe shumë shpejt e kuptoi se po vdiste. Pak para se të vdiste, ajo kërkoi Elizabetën dhe mua të shkonim në dhomën e saj. Ajo kapi duart tona dhe tha: "Bijtë mi, jam vërtet e lumtur sepse ju e doni njëri tjetrin dhe një ditë do të martoheni. Gjithkush në familjen tonë të do ty, Elizabeth. A do ta zësh vendin tim në familje, shtrenjta ime? Unë mund të vdes e lumtur nëse e di që ti do të kujdesesh për ta, pasi unë të jem larguar." Nëna ime vdiq dhe ne u hidhëruam shumë sepse ne e donim atë pamas. Elizabeta ishte e zonja dhe na ndihmoi. Buzëqeshja e saj e ëmbël na solli lumturi në ditët e pikëlluara pas vdekjes së nënës sime. Erdhi koha që të shkoja në universitet dhe unë nuk dëshiroja të largohesha nga familja ime e hidhëruar, por të gjithë ishim të bindur se unë duhej të shkoja. Ikja ishte e rëndë, edhe për shkak se prindrit e mikut tim të ngushtë, Henry Clerval, nuk donin ta lejonin atë të vinte me mua në universitet. Ndaj, mu desh të shkoja vetëm. Ditën e parë në universitet takova mësuesin tim, I cili ishte një nga shkencëtarët më të mëdhenj të botës. Ai bëri një bisedë shumë të ngrohtë me të gjithë studentët që po prisnin universitetin. Ai e mbylli bisedën duke thënë: "Disa prej jush do të bëhen shkencëtarë të mëdhenj të së ardhmes. Ndaj duhet të studioni shumë dhe të zbuloni çfarë të mundeni. Për këtë, Zoti ju ka bërë inteligjent, për të ndihmuar njerëzit e tjerë." Pas bisedës së profesorit rash në mendime të thella. Më kujtua se si rrufeja shkatroi pemën. Doja ta përdorja elektricitetin për të ndihmuar njerëzit dhe doja të zbuloja të fshehtën e jetës. Vendosa të punoj për këto 2 gjëra. Unë nuk e dija se më pas, puna ime do të më shkatronte mua dhe njerëzit që doja. Të nesërmen fillova punën. Punova shumë dhe sa ora, profesori dhe unë kuptuam se unë mund të bëhesha një shkencëtar vërtet I Zoti. Profesori më ndihmoi shumë dhe shkencëtarë të tjerë të njohur që ishin miqtë e tij më ndihmuan po aq. Isha shumë I dhënë pas punës sime dhe nuk pushova asnjë ditë për 2 vjet me radhë. Nuk shkova në shtëpi dhe letrat për familjen time ishin shumë të shkurtra. Pas 2 vjetëve kisha zbuluar shumë gjëra dhe ndërtova një makineri shkencore, I cila ishte më e mirë se çdo tjetër në universitet. Makineria ime do të më ndihmonte të jepja përgjigje pyetjes më të rëndësishme nga të gjitha: si fillon jeta? A është e mundur ta futësh jetën brenda gjërave të vdekura? Për t'u përgjigjur këtyre pyetjeve rreth jetës, në krye, mu desh të mësoja rreth vdekjes. Mu desh të këqyrja trupa, qysh nga çasti që vdisnin edhe jeta e nxehtë largoi prej tyre.
Në spital dhe në universitet, pash vdekjen dhe të vdekurit. Dita me ditë, muaj për muaj, unë i rash pas vdekjes. Ishte një kohë e zymtë dhe e tmerrshme. Pasandaj, një ditë gjeta një përgjigje. Befas, unë isha i sigurt se kisha kuptuar të fshehtën e jetës. E dija se mund të fusja jetë brenda një trupi që nuk ishte i gjallë. Tani më punoja shumë e më shumë, flija vetëm për një kohë të shkurtër dhe çdo natë nuk haja shumë ushqim. Shumë rrallë i shkruaja familjes. Por ata më donin dhe nuk rreshnin se shkruari. Ata thonin se e kuptonin se sa i zën isha unë. Ata nuk donin që unë ta ndalja punën për të shkruar apo për të vizituar. Do të prisnin derisa unë të kisha më tepër kohë të lirë. Ata shpresonin të më takonin së shpejti. Profesorët e kuptuan se unë po bëja një punë shumë të vyer, ndaj më dhanë laboratorin e tyre. Mbi laborator ishte një dhomë e vogël ku unë jetoja dhe ndonjëherë qëndroja brenda ndërtesës për një javë të tërë, pa dalë jashtë. Mbi laborator u ndërtova një shtyllë shumë të lartë. Ishte 150 metra e gjatë dhe më e lartë se të gjitha ndërtesat e qytetit. Shtylla mund të kapte rrufet dhe mund ta dërgonte elektricitetin poshtë tek makineria ime në laborator. Nuk e kisha harruar kurrë rrufen që shkatroi pemën. Kishte shumë fuqi tek elektriciteti i asaj shkrepëtime. Besoja se mund ta përdorja atë elektricitet për t'i dhënë jetë gjërave të vdekura. Nuk do të them asgjë më shumë se kaq, e fshehta e makinerisë ime duhet të vdes bashkë me mua. Isha një shkencëtar vërtet i mprehtë, por nuk i rash në të se çfarë gabimi të tmerrshëm po bëja. Kapitulli 4. Në laboratorin tim krijova një trup. Bleva ose rrëmbeva të gjitha coprat e trupit njerëzor që më duheshin dhe ngadalë me kujdes i përbashkova. Nuk lejova askënd të hynte në laborator apo në dhomën time ndërsa bëja këto punë të tmerrshme. Kisha frikë t'ia thosha ndokujt të fshehtën time të frikshme. Kisha dashur të krijoja një njerëz shumë të bukur, por fytyra e krijesës sime ishte e vështirë. Lëkura e tij ishte e hollë dhe verdhane, dhe sytë e tij ishin po aq të verdhë sa lëkura e vet. Floknaja e tij e zezë dhe dhëmbët e bardhë ishin gjithsesi të bukur, por pjesa tjetër e fytyrës ishte vërtet e shëmtuar. Krahët dhe duart e tij kishin formën e duhur, por të stërmëdha. Më desh të përdorja copra të mëdha sepse ishte shumë e vështirë të bëja bashkë copa të vogla. Krijesa ime ishte 2 metra e gjysmë e gjatë. Punova një vit për ta bërë këtë krijesë, por tashmë ai dukej i tmerrshëm dhe i frikshëm. Tek e fundit vendosa ta shkatroj, por nuk munda. Doja të dija nëse mund t'ia fusja jetën brenda. E lidha trupin me telat e makinerisë sime. Më shumë tela bashkonin makinerinë me shtyllën. Isha i sigurt se makina ime mund të përdorte elektricitetin e rrufeve për t'i dhënë jetë trupit. Shikoja dhe prisja. Pas 2 ditëve pash rreth e zeza në qiell dhe e kuptova se stuhia po ja behte. Rreth orës 1 të mëngjesit shkrepi rrufeja. Shtylla ime filloi të punonte për një herë dhe elektriciteti i rrufes u dhëtoi poshtë nga shtylla në makinerinë time. A do të punonte makineria? Në krye nuk ndodhi asgjë, por pas disa minutave pash trupin e krijesës të lëvizte, ngadalë, frikshëm. Trupi u bë i gjallë. Krahët dhe duart e tij nisën të lëviznin dhe ngadalë u ngrit ndenjur. Trupi i vdekur kishte qenë një gjë e shëmtuar, por i gjallë, ishte edhe më i tmerrshëm. Por një herë doja t'ja mbathja prej tij, vrapova jashtë laboratorit dhe mbylla derën dhe isha krejt i trembur për atë që kisha bërë. Për orë të tëra bëra ecejake në dhomën time, në fund rash në shtratin tim dhe më zuri gjumi. Por gjumi im ishte përplot me ëndra të tmerrshme dhe u zgjova befas. Gjëja e tmerrshme që kisha krijuar qëndronte pranë shtratit tim. Sytë e tij të verdhë po më shikonin. Goja e tij u hap dhe ai lëshoi një tingull të çuditshëm drejt meje. Në fytyrën e tij të verdhë u shfaq një buzëqeshje të tmerrshme. Një nga duart e tij të stërmëdha u zgjat drejt meje. Përpara se ai të më prekte, kërceva jashtë shtratit dhe vrapova poshtë në kopësht. Qëndrova aty gjithë natën, por nuk munda të mendoj qarta, sepse isha i friksuar, dhe kur erdhi mëngjesi shkova në qytet dhe fillova të vija vërdall. Nuk po e dhija re se ku po shkoja, por shpejt mbërrita tek stacioni. Një tren nga Gjeneva sapo kishte mbërritur dhe pasagerët po largoheshin nga stacioni. Një syresh vrapoi drejt meje kur më pa. Ishte miku im i shtrenjtë, Henry Clervali. Ai ishte tepër i lumtur që po më takonte, më rroku dorën dhe më tundi tërë ngrohtësi. "Viktori im i shtrenjtë", tha ai. "Çfarë rasti fatlum që ju jeni këtu në stacion. Babaju yt Elizabeta dhe të tjerët janë tepër të shqetësuar për ju, nga se ju nuk i keni vizituar për një kohë të gjatë. Ata më lutën të sigurohesha që ju jeni mirë dhe kam lajme të mira. Babai tim ju mbush mendja që unë të studioj në universitet, ndaj duhet të mblidhemi që të kalojmë më shumë kohë së bashku."
u gëzova vërtet kur dëgjova këto fjalë dhe për një çast i harrova të merret e mia. E mora Henry në dhomën time dhe i thash të priste jashtë ndërsa unë do të shkoja të shija brenda. Trembesha se mos krijesa ishte ende aty. Por ajo ishte zhdukur. Në atë kohë nuk mendoja për njerëzit e tjerë se çfarë mund të bënte atyre krijesa. E futa Henry në dhomë dhe gatova diçka për të dy. Por Henry tira në sy se isha i dobët, se qeshja me tepri dhe se nuk mund të rehatohesha. Befas, ai tha. Viktori mi dashur, ç'ndodh me ty? Mos ndihesh ligsht, mos ka ndodhur ndonjë gjë pazakont? Mos më pyet, klitha unë. Vura duart para syve dhe mendoja se mund ta shija krijesën e tmerrshme aty përballë meje. Tregova përmes dhomës dhe përtita. Ai mund të ta tregoj, më shpëto, më shpëto. U rreka të luftoja me krijesën, por aty nuk ishte asgjë. Pas kësaj, më razali dhe rash në dysheme. Henry shkret. Nuk e dija se çfarë po mendonte. Ai thërriti një doktor dhe më vunë në shtrat. Unë ndjeva ligësht për 2 muaj dhe Henry qëndroi pranë meje. Për kujdesja e tij më shpëtoi nga vdekja. Doja të shkoja në shtëpi dhe të shija familjen time sa më shpejt. Kur u përmirësova paksa, mblodha teshat dhe librat e mi. Të gjitha bagazhet e mia ishin gati dhe unë ndjeva vërtet i lumtur kur mbërriti postieri me disa letra. Një syresh i dha fund kohësime të shkurtër të lumturisë. Kapitulli 5. Letra ishte nga babai im në Gjenevë dhe ja se çfarë shkruante. Viktori im i dashur, dua të dish përpara se të mbërrish në shtëpi se diçka e tmerrshme ka ndodhur. Vëllai yt më i vogël, Williami, vdiq. Atë e vran. Kjo ndodhi të martën e shkuar në mbrëmje, kur Elizabeta, unë dhe 2 vëllezërit e tu, Ernesti dhe Williami, shkuan për një shëtitje jashtë qytetit. Williami dhe Ernesti po luanin. Williami ishte fshehur nga Ernesti dhe Ernesti kërkoi ndihmë nga mua dhe Elizabeta për ta gjetur. Të gjithë filluam ta kërkonin, por nuk mundëm ta gjenim. Kërkuam gjithë natën. Në 5 të mëngjesit e gjeta dhe ishte i shtrirë në bar, çere bardh dhe pa jetë. Munda të shija shenjat e gishtërinjve në fytin e tij. Vrasësi e kishte mbytur. Elizabeta i kishte dhënë një varse floriri nga të sajat të mbante në qafë. Në varse ishte një pikturë e vogël e nënës tënde. Ne të gjithë mendojmë se dikush e vrau Williami për të vjedhur varsen e artë. Elizabeta e shkret është të jetë e pikëlluar për vdekjen e Williamit. Ajo mendon se ai vdiq nga që ajo e la të mbante varsen. Nxito për në shtëpi, Viktori im i dashur. Ti je i vetmi që mund ta ndihmosh Elizabetën dhe ne të gjithë kemi nevojë për ty. Me tërë dashurinë tonë, babai yt. Henry më ndihmoi të kapja trenin. Udhëtimi dukej tepër i gjatë dhe natën vonë treni borriti në Gjenevë. Vendosa ta kaloja natën në një fshat jashtë qytetit dhe të shkoja në shtëpi herët në mëngjes. Doja të shikoja vendin ku kishte vdekur Williami. Sa po nisa udhën time, ja bëhu një stuhi dhe shkreptimat shndritën qiellin. Policia kishte vënë shenja rreth vendit ku vrasësi kishte mbytur Williamin dhe e gjeta me lehtësi. Çava hidhur kur u gjenda atje. Vëllai im i shkret kishte qenë një djalë i sjellshëm dhe i gëzuar, dhe ne të gjithë e donim atë. Rishtas, shkreptimat shndritën qiellin dhe unë pash një figurë të stërmadhe që rrinte nën shi. Kur e pash, e kuptova përnjëherë se çfarë ishte. Ishte krijesa që kisha bërë. Çfarë po bënte aty? Edhe pse pyesja veten, unë e dija përgjigjen. Ai kishte vrarë vëllain tim, isha i sigurt se kisha të drejtë. Vendosa ta kapja, por sa po lëviza ai vrapoi drejt maleve. Ai vraponte më shpejt se çdo njeri. Ju ngjit malit me lehtësi dhe arriti në maj dhe u shtuku. Unë beta aty në errësirë dhe në shi. E dija se kisha krijuar një përbindësh. Ai kishte vrarë vëllain tim. Kapitulli 6. Në krye vendosa t'ja rrëfeja policisë historinë time. Por a do të më besonin vallë? Kisha qenë vërtet i smur. Kur policia të mësonte rreth sëmundjes time, ata do të mendonin se përbindëshi ishte vetëm një nga ëndrat e mia të këqija. Vendosa të mos i thosha askujt. Shkova në shtëpi, te familja ime dhe ata u gëzuan që po më takonin. Më pas, ata më thanë se policia e kishte gjetur vrasësin. Ndoshta ju mund të mendoni se ky ishte një lajm i mirë, por unë nuk u kam thënë se kë ndaloi policia. Sa po shkova brenda në shtëpi, vura re se dikush nuk erdhi të më takonte. Ishte Justina, gruaja e re që kujdesej për fëmijët dhe që ishte si një motër për ne. Policia kishte arrestuar pikërisht Justinën. Sa ditë pas vrasjes, policia kishte rrëmuar në shtëpi dhe kishte gjetur varsen e artë në xhepin e palltos së Justinës. Kushdo në shtëpi e dinte se Justina nuk e kishte vrarë Williamin. Unë e dija se kush ishte vrasësi, por nuk mund t'ja thoja askujt. Ne ishim të sigurt se Justina do të lirohej pas gjyqit.
nga se askush nuk besonte se ajo ishte një vrasëse, por e kishim gabim. Gjyqi nuk përfundoi mirë për Justinën. U paraqitën fakte të çuditshme, që ishin të vështira për të shpjeguar, dhe gjykatësi vendosi se vrasësja ishte ajo. Vrasja dënoi me vdekje. Ne kundërshtuam dhe qam. Ne tham se ajo nuk mund të vriste askënd, por asgjë nuk mund ta ndryshonte vendimin e gjykatësit. Kësaj, unë u zgjova herët në mëngjes dhe shkova në shtëpinë e gjykatësit. I tregova atij për Vërbinshin. Ai nuk më zuri bes, mendonte se unë gënjeja që të shpëtoja jetën e Justinës. Në burg, Justina e priste vdekjen e qetë. Ne kaluam shumë kohë me të dhe ajo na foli e qetë dhe e mirësjellur. Ajo ishte e gëzuar sepse ne besonim se ajo nuk e kishte vrarë Williamin. Gjithsesi, ajo mezi po e priste vdekjen, sepse pas kësaj ajo do të ishte me Williamin dhe me nënën tonë të shtrenjtë në një vend të pashtë. Dashuria dhe mirësia e saj e shtuan palumturinë time të madhe. E dija se ajo po vdiste për shkakun tim, e dija se vllai im kishte vdekur për mua. Unë i kisha sjellë versëzi dhe miri në familjes sime. Hipa në një anije dhe dola në liçenin e Gjenevës. Pse nuk i dhash fund jetës sime? Dy gjëra më ndalën. Babai im ishte i moshuar dhe një vdekje tjetër ndoshta do ta vriste fare. Më mbeti të mbetesha gjallë, të ruaja familjen time nga Përbimshi. Frika për familjen time dhe urrejtja për Përbimshin tim nuk më ndaheshin as ditën, as natën. Përsëri u ndjeva ligj dhe dashuria e Elizabetës nuk mund të më ndihmonte. Më duhet ja mbathja për ca kohë, ta lija pas vetes palumturinë time, dhe i shkova te ecja i vetmuar në Alpe. Shpresoja se bukuria e egër e maleve do të më ndihmonte. Ngadalë, u qetësova për midis maleve të bukura. Mësova sërish të flija dhe për ditë të tëra nuk më zuri syri askënd. Pastaj, një mëngjes, pash një figurë që ecte drejt meje më shpejt se çdo njeri tjetër. Kërcente lehtazi për mbi shkëmbinj dhe unë pash me tmerr Përbinshin që kisha krijuar. Në fytyrën e tij duke një shikim thellësisht i pikëlluar por edhe i mbrapsht. Në krye nuk munda të flas sepse urreja se tepërmi, por në fund thash: "Ti je një krijesë mbrapsht. Unë do të të vras nëse do të kem mundësi sepse ti e ke vrarë dy njerëzit që unë i doja." Sytë e verë të Përbinshit më vëzhgonin. Unë jam krijesa më e palumtur në botë, por më duhet të luftoj për jetën time, tha ai. Unë jam më i madh dhe më i fortë se ty, por nuk mund të nis në një betejë. Unë duhet të jem gjithnjë i këndshëm me ty sepse ti je mbreti dhe krijuesi im. Ti më bëre mua dhe duhet të më duash dhe të sillesh mirë me mua si një atë. Williami dhe Justina vdiqën sepse ti nuk më doje. Përse më krijove nëse nuk ishe i gatshëm të më doje? Përse? Ne jemi armiq, thash. Largohu tani ose lufto derisa njëri nga ne të dy të vdes. Ti je një vrasës, si mund të sillem mirë me ty? Ti thua se unë jam një vrasës, tha Përbimshi. Por ti kërkon të vrasësh krijesën tënde, a nuk është kjo një gjë e keqe? Mund të kërkoj të bësh një gjë për mua. Dëgjoj, hajde me mua në një vend më të nxehtë dhe dëgjoj historinë time, pastaj mund të vendosësh. Mendova me kujdes çka tha ai. Ishte e vërtetë se unë i kisha dhënë jetë, por nuk i kisha dhënë dashuri. Vendosa të shkoja me të dhe të dëgjoja historinë e tij. Ai më çoi në një kasullë mali ku ndezi një zjarr. Ne ulëm mbi zjarrit dhe ai filloi të më tregonte historinë e tij. Historia e Përbimshit. Kapitulli 7. Pasi u largova nga laboratori, jam mbatha në përfshatra jashtë qytetit. Shpejt ndjeva uri dhe etje dhe ushqimi im i parë ishin frutat që gjeta në disa pemë pranë lumit. Piva ujë lumi e më pas ushtriva dhe më zuri gjumi. Në krye, sytë dhe veshët e mi nuk punonin shumë mirë, por pas një çasti fillova të shija e të dëgjoja qartazi. Një ditë zaj filloi të bënte dëbor. Dihej, kur nuk isha ecur në dëbor më parë, dhe vura re se ajo i ngrinte këmbët e mia. E kuptova se kisha nevojë për ushqim dhe një vend ku të ngrohesha. Shumë shpejt, pash një kasole të vogël ku një plak po gatuante ushqimin e tij mbi zjarr. Kur plaku më pa, bërtiti fort dhe ja mbathi me të katra. Unë nuk e kuptoja se çfarë po bënte njeriu, por doja të rrija pranë zjarrit. Kësaj u ula në të ngrohtë dhe hëngra ushqimin e plakut. Pastaj eca përmes fushave të zbrazura derisa arrita në një fshat. Shkova në një nga shtëpitë, por aty brenda kishte fëmijë. Ata filluan të klithnin kur më panë dhe nënës së tyre i razali. Tër fshati erdhi të shihte se çfarë po ndodhte. Disa njerëz ja mbathën tutje kur më panë, por të tjerë bërtitën dhe më gjuajtën me gur. Ata donin të më vrisnin. Unë u lëndova keq, por ja mbatha dhe dola në fushë të hapur.
Më vonë gjeta një kasole të zbrazur që ishte ndërtuar përkundër murit e një shtëpie të vogël. Kisha frikë të futesha në shtëpi pas asaj që ndodhi në fshat, dhe ju fsheha në kasole. Aty isha i mbrojtur dhe mund të shpëtoja nga të ftotët dhe të fshihesha nga njerëzit që donin të më lëndonin. Pastaj, parë se kishte një vrim të vogël në mur midis kasoles dhe shtëpisë. Përmes kësaj vrime mund të shija brenda në dhomën ngjitur me kasollën. 3 njerëz jetonin në shtëpi, një vajzë e bukur, një plak dhe një djalë i ri. Çdo ditë unë shikoja 3 njerëzit. Unë pash se sa këndshëm ishin ata me njëri tjetrin. Doja kaq shumë të shkoja brenda në shtëpi dhe të rrija me ta, por e dija se duhet të qëndroja në kasole. Nuk mund të harroja se si më kishin rënduar fshatarët kur u përpoqja të futesha në një shtëpi. Çdo natë, pasi njerëzit shkonin në shtrat, unë vidhja paksa nga ushqimi i tyre për vete. Por shpejt e kuptova se plaku ishte i verbër. Kuptova gjithashtu se shpesh treshja e tyre nuk ishte mjaft për të ngrënë. Pash 2 të rinj që shtonin ushqim në pjatën e plakut të verbër, edhe pse ata ishin vetë të uritur. Kur pash këtë, reshta së vjedhur i ushqim, jeta e tyre ishte gjithsesi tepër e rëndë, kështu që ju ktheva frutave të egra nëpër pemë. U rreka të ndihmoja ata në rrugë të tjera. Gjatë natës, prija dru zjarri për ta dhe ja shtoja fsheta zdruve që djaloshi kishte prerë ditë. Isha vërtet i lumtur kur shikoja se sa i pëlqente kjo djaloshit. Pas sa kohe fillova të kuptoja disa nga zhurmat që njerëzit i bëjnë njëri tjetrit. Fjalët e para që kuptova ishin zjarr dhe buk. Mësova gjithashtu se 3 njerëzit e thërrisin njëri tjetrin me emra. Vajza ishte Agata, djaloshi ishte Feliksi dhe plaku quhej Bab. U përpoqja të bëja zhurma që bënin ata dhe dora dorës nisa të flisja. 2 të rinjt ishin tepër të bukur. Një ditë pash fytyrën time në ujin e lumit. Ishte një fytyrë e tmerrshme. E kuptova pse njerëzit trembeshin, pse u lërinin dhe pse gjuanin me gur. E dija se nuk mund t'i lija këta njerëz të bukur të më shikonin. Ata do të trembeshin nga fytyra dhe trupi im i tmerrshëm. Vera po afrohej dhe unë vijoja të shija e të mësoja. Gjithashtu, unë vazhdova të ndihmoja 2 të rinjt dhe atin e tyre. Dhe natën bëja disa punë për ta. Ata befasoheshin gjithnjë në mëngjes kur shihnin se çfarë kisha bërë. I dëgjoja tek flisnin për krijesën e mirë që bënte këto gjëra të mrekullishme. Por familja shpesh trishtohej dhe unë dëshiroja t'i bëja të lumtur. Po mendoja për kohën kur mund të flisja mjaft mirë për të biseduar me ta. Dhe isha i lumtur sepse isha e sigurt se shumë shpejt do të kisha 3 miq të mirë. Kapitulli 8. Një ditë vere, një grua erdhi kaluar në shtëpi dhe trokiti në derë. Ajo kishte flokë të zinj dhe ishte shumë e bukur. E gjithë familja u kënaq kur e pa. Shpejt, mësova se emri i saj ishte Sofia. Ajo nuk mund të fliste në gjuhën e familjes dhe çdo mbrëmje Feliksi i mësonte asaj disa fjalë. Kjo më ndihmoi së tepërmi sepse arrita të mësoja kuptimin e disa fjalëve që nuk kisha mundur t'i kuptoja më parë. Feliksi i mësoi Sofisë nga librat se çfarë kishte ndodhur në botë në të shkuarën. Kësaj mësova për grekët dhe romakët, për Krishtin, rreth njeriu të parë të bardhë në Amerikë dhe për historinë e dhimbshme të indianëve. Nuk mund ta kuptoja pse njerëz që dinin gjithçka rreth të mirës dhe të keqes mund të urrenin dhe të vrisnin njëri tjetrin. Mësova edhe gjëra të tjera, mësova se njerëzit mendonin se ishte e rëndësishme të kishin të holla dhe të kishin prejardhje nga një familje në zë. Mësova për dashurinë mes babait, nënës dhe fëmijës, dhe e mora vesh që nuk kisha familje. Sa më shumë që mësova, sa më shumë që mendova, aq më i palumtur u bëra. Shpejt e zbulova se kush ishte Sofia. 2 familjet ishin takuar në Francë, pasi Sofia dhe i ati i saj kishin ardhur aty nga Turqia, vendi i tyre. Babai i Sofisë kishte rënë në burg prej francezëve, por Feliksi dhe i ati e kishin ndihmuar atë t'ia mbathte dhe të largohej nga Franca. Kur francezët e zbuluan këtë, Feliksi dhe familja e tij i humbën të gjitha tokat dhe pasuritë dhe ju desh ta linin Francën për gjithnjë. Tani e kuptova pse ata ishin kaq të vlerosur dhe pse ishin të varfër. Por kjo nuk ishte gjithçka. Sofia dhe Feliksi e donin njëri tjetrin dhe babai i Sofies kishte premtuar se ata mund të martoheshin. Pastaj, kur mori vesh që Feliksi kishte humbur gjithë kamjen e tij, ai e ktheu fjalën. Por Sofia e donte me maraz Feliksin, ndaj ajo rrëmbeu ca të holla dhe ja mbathi nga i ati për të gjetur Feliksin. Unë kisha mësuar t'i doja këta njerëz të mirë dhe nuk mund të prisja një ditë tjetër për t'u prezantuar.
Vendosa t'i flisja të Atit në fillim sepse ai ishte i verbër dhe nuk do të trembej nga fytyra dhe trupimi i tmerrshëm. Një ditë, 3 të rinjt shkuan për një shëtitje, ndërsa Plaku qëndroi brenda. Kur ata u larguan, unë shkova te porta e shtëpisë dhe trokita në të. Plaku më tha të hyja dhe të ulesha. Faleminderit tash. Jam një udhëtar dhe jam i lodhur dhe i mërzitur. Nuk kam as familje, as miq. Njerëzit që unë kam dashur t'i ke miq nuk më kanë parë kurrë. Nëse ata nuk më marrin në shtëpi, do të mbeten fillikat në botë. Mos u mërzit, tha Plaku. Do ta shikosh se zemra e njerëzve është plot me dashuri, nëse këta miq janë njerëz të mirë, ata do të mirëpresin. Ata janë të këndshëm dhe njerëzit më të mirë në botë, thash. Por kur të më takojnë, ata mund të mos shohin një krijesë që i kanë ndihmuar. Në vend të kësaj ata mund të shohin ndonjë përbindësh dhe mund të më urrejnë. Kjo nuk duhet të ndodhë, tha Plaku. Familja ime dhe unë kemi kaluar kohë të vështira dhe do të të ndihmojmë. Ju jeni vërtet një njeri i mirë, thash, dhe nëse do të më ndihmoni, unë do të kem mundësinë të jetoj me miqtë e mi dhe të gëzoj dashurinë e tyre. Atë çast dëgjova të rinjt që ktheheshin nga shëtitja. Mora dorën e Plakut dhe qava. Tani është koha. Më mbro dhe më ndihmo ti dhe familja jote jeni miqtë për të cilët po flas. Ndërkaq u hap dera dhe Feliksi hyri. Sofia dhe Agata pas tij. Fytyrat e tyre u mbuluan nga tmerri dhe frika kur më panë. Agata si razali dhe Sofia ja mbathi jashtë shtëpisë. Feliksi vrapoi dhe më largoi nga i Ati. Ai më rrëzoi dhe më goditi pafund me shkopin e tij të rënd. Unë nuk ngrita dorë. Unë nuk doja ta lëndoja atë dhe asnjë prej tyre. Zemra ime u bë gur dhe të gjitha shpresat më braktisën. Vrapova jashtë shtëpisë dhe më vonë u ktheva i heshtur në kasollën time. Askush nuk më pa. Kapitulli 9. Qëndrova në kasollën time të errët dhe ndihesha i gërsuar dhe i pikëlluar. Gjysma ime donte t'i lëndonte njerëzit që më kishin lënduar, i gjysma tjetër i donte ende ata. Në fund, vendosa t'i flisja rishtas Plakut. Rash në një gjumë të keq, por kur u zgjova në mëngjes, familja kishte ikur. Ata ishin larguar natën nga shtëpia. Unë dija vetëm emrin e një njeriu tjetër, edhe pse të kisha parë vetëm për disa çaste, ty Frankenstein, e dija se të përkisja. Kur u largova nga shtëpia jote, mora një çantë të vogël. Ishte një libër në çantë, unë tani mund të lexoja. Përmes tij mësova emrin dhe adresën e krijuesit. Ti më bëre mua, por pse nuk u kujdese më pas të më shpëtoje nga kjo dhimbje dhe palumturi? Vendosa të shkoja në Gjenevë për të të gjetur. Një ditë, ndërsa po udhëtoja, pash një vajzë të re që vraponte përgjatë bregut të një lumi. Befas, ajo ra në ujë. Unë u hodha në lumë, notova kundër rrëmës së shpejtë dhe nxora atë në tokë. Ndërsa po bëja këtë, baba i vajzës që po e kërkonte mbërriti. Ai mbante një armë dhe kur e pa më gjuajti. Plumbi më zuri në krah dhe e theu atë. Unë rash në tokë me shumë dhimbje. Ndërsa burri dhe vajza vrapuan në përpeme të katra dhe më lanë aty. Plumbi kishte hyrë thellë në krah dhe unë humba shumë gjak. Por pas disa ditëve dora ime u bë ca më mirë. Unë u pikëllova dhe u zemërova më tepër se më parë. Kisha shpëtuar jetën e vajzës dhe si më falenderuan ata? Me një plumb në krah. Fillova të kuptoj se nuk mund të kishte lumturi në jetë për mua. Urrejtja u shtua tek unë çdo ditë, urrejtje për ty, krijuesin tim që më bëre. Pas 2 muajsh arrita në Gjenevë. Atë mbrëmje u fsheha mes disa pemëve jashtë qytetit dhe rash në gjumë, por u zgjova kur një djalë i vogël u vërsul tek vendi im i fshehtë. Mendova ta kapja fëmijën dhe ta bëja mikun tim përpara se ai të rritej, ai sa të trembej nga fytyra ime të tmerrshme. E kapa djalin e vogël, por kur fëmia më pa, mbuloi syt me duar dhe ja dha ulërimës. "Më lër të ikë, përbindësh," bërtiti fëmia. "Më lër të ikë ose do t'i them babait tim, zotit Frankenstein, ai do të lajmëroj policinë dhe ata do të ndreshin mirë." "Frankenstein," i tha unë. "Ti i përket armikut tim, njeriu që unë dua të lëndoj." Fëmia u përpëlit dhe ulëriti. E unë ja vura dorë rreth fytit për të ndaluar britmën e tij. Për një dakikë fëmia mbeti i vdekur në këmbët e mia. Unë pash trupin e tij dhe isha i kënaqur me atë që kisha bërë. E dija se vdekja e këtij fëmije do të lëndonte ty, Viktor Frankenstein, krijuesi im. Pastaj pash diçka të shndritshme rreth qafës së fëmijës. Ishte një varëse e artë dhe në fund ishte piktura e një gruaje shumë të bukur. E dija se ajo grua e bukur nuk do të më buzëqeshte kurrë dhe e doja të vërsulesha në Gjenevë, të vrisja sa më shumë njerëz, por e ndala veten dhe shkova.
Shkova të kërkoj një vend tjetër ku të fshihesha. Shpejt, gjeta një kasollë që dukej se ishte bosh, por kur hyra pash një grua të bukur të përgjumur mbi dysheme. Unë e urreva atë sepse ajo ishte e bukur. Ndaj, e vura varsën e artë në një nga xhepat e saj dhe pastaj, përpara se ajo të ngrihej, jam mbatha larg. E dija se policia do të mendonte se ajo e kishte vrarë fëmijën. Victor Frankensteini vazhdon historinë e tij. Kapitulli 10. Përbindeshi përfundoi së rrëfyeri historinë e tij dhe pastaj tha: "Unë jam i vetmuar dhe miran. Vetëm ndonjë i shëmtuar si kundër unë mund të më dashuroj. Ti duhet të bësh një krijesë tjetër si mua, një grua përbindeshe që të bëhet ime shoqe." "Unë nuk do të bëj kurrë një krijesë tjetër si ty," gërthita. "Ti ke bërë mjaft të dëme deri tani. Nëse nuk do të më ndihmosh, unë do të të bëj më të mirë se sa ke qenë ndonjëherë në jetën tënde. Do të dëshirosh veç vdekjen," tha përbindshi. "Por nëse ti më bën një përbindesh tjetër, që të bëhet miku im, ne nuk do të cënojmë askënd. Sillu mirë me mua tani dhe unë do të mësoj të të dua dhe të sillem mirë." Mendova gjatë e thellë rreth fjalëve të përbindshit. Ndjeva keqardhje për të. Ai ishte kaq i mirë. Ndoshta duhej ta ndihmoja. "Unë do ta bëj atë që po më kërkon," i thash atij. "Por ti duhet të premtosh se do të jetosh diku në botë ku askush nuk jeton. Ti duhet të premtosh se do të rrish larg i njerëzve." Premtoj, qau ai. "Të lutem nisja punës, unë do të të vëzhgoj dhe kur të jesh gati duhet të jesh i sigurt se unë do të kthehem." Ai u kthye dhe u largua prej meje, duke vrapuar nëpër male. Unë u ktheva menjëherë në Gjenevë. Familja ime ishte vërtet e shqetësuar kur më pa. Unë isha i zbet dhe sytë e mi të egërsuar. Nuk mund ta harroja premtimin që i kisha dhënë përbindshit dhe punën e tmerrshme që më priste, por më duhej ta bëja. Ishte rruga e vetme që të mbroja familjen time, ta mbroja nga duart e tij vrastare rreth fytit. Kisha nevojë të studioja për disa muaj për të bërë përfundimisht një grua përbindshë. Kisha dëgjuar se një shkencëtar anglez kishte bërë ca punë të dobishme, ndaj vendosa të shkoja në Angli. Përpara se të shkoja, babai im më pyeti: "A do të martohesh me Elizabetën apo dashuron ndonjë grua tjetër? Për këtë je kaq i mërzitur?" "Jo, atja," ktheva. "Unë e kam dashur gjithmonë Elizabetën dhe dua të martohem me të, por duhet të bëj edhe një punë shkencore përpara se të mund të martohem. Duhet të shkoj në Angli për të bërë punën dhe do të martohem me Elizabetën kur të kthehem." Babai im dhe Elizabeta nuk donin që unë të shkoja i vetëm në Angli, sepse kisha qenë shumë i sëmur. Ata folën me mikun tim të vjetër, Henryn, dhe ai u gëzua shumë që do të udhtonte me mua. Unë nuk kënaqa që ai do të vinte, edhe pse nuk doja që ai të zbulonte gjithçka rreth punës sime të tmerrshme. Henry dhe unë arritëm në Londër në krye të tetorit dhe qëndruam aty për disa muaj. Unë takova dhe diskutova me shkencëtar anglez dhe mësova shumë gjëra të vyera prej tyre. Pastaj, Henry u ftua të vizitonte disa miq në Skoci. Unë mendoja të shkoja me të, por i thash se doja të shëtisja i vetmuar nëpër male. Henry nuk ishte shumë i kënaqur me planin tim, por në fund nuk kundërshtoi. Unë bleva gjithçka nevojitej për një laborator dhe dërgova gjithçka në Skoci. Henry dhe unë udhëtuam bashkë për në Edinburgh dhe pastaj unë shkova drejt veriut për të gjetur një vend të mirë për laboratorin tim. Në fund, gjeta vendin e duhur në një ishull në brigjet veriore. Ishte një vend i egër dhe i vetmuar. Vetëm 5 njerëz jetonin në ishull. Ndaj, unë mund të punoja veçmas dhe askush nuk do ta zbulonte të fshetën time të tmerrshme. Ishte një kasollë e madhe dhe e zbrazët në ishull, dhe unë solla murator nga Skocia për ta kthyer kasollën në një laborator. Unë u tregova atyre se si të ndërtonin shtyllën time dhe shumë shpejt gjithçka ishte gati që të nisja punën për gruan përbindshë. Kapitulli 11. Një mbrëmje vonë, pas 2 muajsh, unë po qëndroja në laboratorin tim. Shumica e punës ishte kryer dhe unë mund ta krijoja gruan përbindshë atë natë, por isha i shqetësuar nëse duhej ta përfundoja punën. A mos ndoshta po krijoja një përbindësh edhe më të mbrapsht se sa krijesa e parë? Ndoshta mira herë më të mbrapsht? Si mund ta dija? Ndoshta gruaja përbindshë do të ishte një vrasëse tjetër. Ajo nuk ishte premtuar se do të qëndronte larg njerëzve të tjerë. Ndoshta të dy përbindsha do ta urrenin njëri tjetrin dhe do të donin të vrisnin, të prisnin dhe të shkatronin pafund. Ndërsa po mendoja këto gjëra, pash nga dritarja. Pefas, në dritën e hënës pas shfytyrën e shpifur të përbindshit që më vështronte, dhe në sytë e tij të verdh munda të shija vetëm urrëtie dhe mbrapshti. Dija se ai nuk do ta mbante premtimin e tij. Shkova sipër te tryeza e laboratorit ku ishte shtrirë krijesa e re. Hoqa telat që e lidhnin atë me makinerinë time.
Mora një thikë të mpret dhe e coptova trupin që kisha përbashkuar me shumë kujdes. Përmes dritares, Përbindshi më pa tek po shkatroja gruan e tij. Me një klifn të fortë dhe të mjerë zemërimi dhe një shpresë të humbur, ai vrapoi në laborator. Ti shkatrove të gjitha shpresat e mia për lumturi, qau ai. Ti më le vetëm një ndjenjë, urrejtje dhe një dëshirë të shkatroj lumturinë tënde. Do të vi keq që ka ardhur në botë, mos harro. Unë do të jem me ty natën e dasmës tënde. Ai doli me shpejtësi nga laboratori dhe unë e pash se si u largua nga ishulli me barkën e vet dhe lundroi në mes të detit. U ula dhe qava ndërsa mendoja për rrezikun që i kanosej Elizabetës, por e dija se Përbindshi nuk do të na vizitonte deri natën e dasmës. Unë nuk doja të vdisja kollaj dhe do të rrekesha ta vrisja atë përpara se ai të më vriste. Të nesërme në mëngjes mora një letër nga Henry. Ai shkruante se po friste që unë të kthehesha. Vendosa ta spastroja laboratorin dhe të largohesha nga ishulli të nesërmen. Kështu, u ktheva në laborator, ku copsat e gruas Përbindshi qëndronin ende mbi dysheme. I vura të gjitha ato në një thes të madh me disa gur të rëndë. Pastaj, e mora thesin në barkën time dhe lundrova nëpër det. E hodha në ujëra të thella dhe e pashte ku zhduk. Isha i lumtur si nuk kisha qenë për muaj të tërë. E dija se kisha bërë gjën e dur dhe tani nuk do të ekzistonte një Përbindësh i dytë që të vinte nga pas Përbindshit të parë. Isha vërtet i lodhur, dhe rash të flija në barkë. Nuk e di sa fjeta, por kur u ngrita isha në mes të një shtrëngate. Era po më shtynte tutje në det dhe barka ime filloi të mbushej me ujë. E kuptova se isha në rrezik të madh. Pas disa orësh, shtrëngata u fshit dhe unë pash tokë në jug. Shpejt pash bregun. Dhe një turm njerëzish që po rrinte dhe po më shikonte. Fytyrat e tyre ishin të ftohta dhe jo miqësore. Sapo zbrita, 4 njerëz erdhën drejt meje dhe më kapën nga krahët. Ne do të shpijem te zoti Kervin, gjykatësi. Ai kërkon të pyes për disa çështje rreth vdekjes së një njeriu natën e shkuar, tha një syresh. Unë u trishtova kur dëgjova për vrasjen, por nuk u shqetësova për të. Kisha qenë larg gjatë asaj kohe dhe nuk dija gjë për vrasjen. Do të ishte lehtë ta shpjegoja këtë. Ndaj shkova me njerëzit e shtëpia e madhe, ku jetonte gjykatësi Kervin. Kapitulli 12. Gjykatësi ishte një burr i vjetër e i këndshëm, por ai dukej i rrept ndërsa po më vështronte. Ai pyeti disa burra të tregonin se çfarë kishin parë dhe çfarë kishin gjetur një natë më parë. Burri i parë tregoi historinë e tij. Ai dhe i biri i vet po ktheheshin në shtëpi pas një dite të gjatë peshkimi. Ishte një natë e errët dhe në plazh ata ndeshën trupin e vdekur të një njeriu. Ata e mbartën trupin në shtëpinë më të afërt dhe panë se ishte një djalosh i pashëm rreth 25 vjeç. Kishte shenja gishtrinj rreth qafës së tij. Kur ata folën për shenjat e gishtrinjve, më kujtua vdekja e tim vëllai dhe më kaploi një frikë të tmerrshme. Pastaj, djali tregoi historinë e vet. Ai kishte parë një varg me një njeri përsipër jo shumë larg nga plazhi. Ai mendonte se ishte barka ime. Një grua kishte parë gjithashtu një njeri në një barkë që lundronte larg bregut. Ajo mendonte se njeriu isha unë. Pastaj më çua në dhomën ku gjendej trupi i vdekur. Si mund t'ua përshkruaj atë që ndjeva kur pash trupin? Ju vërvita përsipër dhe ja krisa të qarit. Çfarë kam bërë? Miku im i shtrenjtë. Ishte trupi i Henry Clervalit. Dhe kësaj tani isha shkatruar edhe një njeri tjetër. Kjo vdekje e tretë ishte e tepërt për mua. Më kapi një lloj lejthitje dhe atyre ju deshte më mbart një jashtë-domës. Për 2 muaj, që ishte tepër i sëmur dhe dëshiroja vetëm të vdisja, por ngadalë marrëzia ime u largua dhe më kthye shëndeti. Në fund u bëra aq mirë sa të flisja me gjykatësin Kervin dhe pyeta për të rejat nga familja ime. Është dikush këtu që mund të përgjigjet pyetjes tuaj më mirë se unë, thaj. Babai juaj mbërriti pak çaste më parë dhe po pret ju takoj. Për herë të parë qysh nga vdekja e Henrit ndjeva pak gëzim. I zgjata duart i meti sa po hyri në dhomë dhe ai më mbështolli me krahët e tij. Ai më dha lajmin e mirë se Elizabeta dhe Ernesti ishin mirë dhe të mbrojtur. Unë isha vërtet shumë i sëmur për të udhëtuar, por i kërkova Timetit e më shpinte menjëherë në shtëpi. Policia kishte gjetur dikë që më kishte parë në ishullin tim në kohën e vrasjes. Ndaj gjykatësi më la të lirë të shkoja. I matu kujdes për mua gjatë rrugëtimit për në shtëpi dhe qëndroi me mua çdo çast. Çdo natë kur bija në gjumë, klithja se unë isha vrasësi Williamit, Justinës dhe Henrit. I mat më pyeti pse thoja ato gjëra të tmerrshme. Unë doja t'i përgjigjesha pyetjes së tij, por nuk mund t'ia tregoja të fshetën time të tmerrshme. Ai mendonte se unë isha ende pak i luajtur. Ne qëndronim për ca ditë në Paris rrugës së kthimit, dhe Elizabeta më dërgoi një letër në hotelin tonë.
Ja se çfarë përmbante letra. Viktori im I shtrenjtë, jam kaq e lumtur që ti shumë shpejt do të jesh në shtëpi, por kam frikë se mos vdekja e Henrit nuk është e vetmja arsye e marrëzisë tënde. A dëshiron ende të martohesh me mua apo dëshiron ndonjë grua tjetër? Duhet të më tregosh. Unë të dua, Viktor, dhe ëndrroj ditën kur do të jem gruaja jote. Por unë nuk dua që ti të martohesh me mua vetëm sepse prindërit duan kështu. Unë mund të jem veç e lumtur nëse ti do të jesh I lumtur. Mos ju përgjigj kësaj letre. Prit derisa të mbërrish përpara se të më japësh përgjigjen tënde. Por nëse ti je mirë dhe nëse mund të bëj të buzëqeshësh, unë nuk dua ndonjë gjë më tepër për të qenë e lumtur. Me të gjithë dashurinë time, Elizabeta. Ju përgjigja menjëherë. I shkrova se e doja me maraz dhe doja të martohesha me të. Nuk e kisha harruar premtimin e Përbindshit se do të ishte me mua natën e dasmës sime. Le të vi. Ne do të luftojmë deri në vdekje atë natë. Dhe pas asaj lufte, unë ose do të jem I vdekur dhe do të prehem në paqe, ose I gjallë dhe I lirë për të qenë I lumtur me Elizabetën. Ne arritëm në Gjenevë shumë shpejt, pasi letra ime kishte shkuar tek Elizabeta. Ishte një mrekulli ta shihej sërish. Ajo u hodh në krahët e mi dhe unë e shtrëngova fort. Ajo qau kur pas asaj I dobët dhe I moshuar dukesha unë. Ajo gjithashtu ishte dobësuar, sepse ishte shqetësuar shumë për mua, por mirësia dhe dashuria e saj e bënin atë më të bukur se kurrë. Ne ram në një mendje që dasma të bëhej për 10 ditë, ndërsa dita afroi, unë trembesha gjithnjë e më shumë. U përpoqja ta fshija frikën time dhe të qeshja e buzëqeshja sa më shpesh. Elizabeta e dinte se isha I palumtur, por ajo ishte e sigurt se mund të më dhuronte lumturi. Ajo priste vetëm ditën e dasmës. Unë nisa të mbaja një pisqoll dhe një thik me vete, kudo ku shkoja. Kapitulli 13. Pas martesës, shumë nga miqtë tanë erdhën për të festuar në shtëpinë tonë. Kur filloi festa, Elizabeta dhe unë u tha mirupafshim dhe u larguam për muajin tonë të mjaltit. Në fillim lundruam me anije dhe menduam ta kalonim natën në një hotel në anën tjetër të liçenit. Malet dhe liçeni ishin të qetë dhe të bukur, e tek e fundit, unë dhe Elizabeta ishim bashkë. Për herë të parë pas muajsh të tërë dhe për herë të fundit ndoshta, unë shijova ndjenjën e lumturisë. Në mbrëmje, era filloi të shtohej dhe shumë shpejt një stuhi e madhe ra përmbi ne. Çdo zhurmë më tmerronte dhe unë e mbaja dorën time te pistoleta nën pallto. E shija Përbindshin në çdo hije. Befas e kuptova se sa e tmerrshme do të ishte lufta për Elizabetën. I thash të shkonte në shtrat dhe vendosa të kërkoja Përbindshin. Mendova të qëndroja me të kur të sigurohesha se ai nuk ishte as brenda as rreth hotelit. Elizabeta u largua dhe unë kërkova në çdo qoshe të hotelit, në çdo hyrje të errët të shkallë. Nuk munda ta gjej dhe fillova të shpresoj se ai nuk na kishte ndjekur nga pas nëpër hotel. Por befas dëgjova një ulërim të fortë. Ajo vinte nga dhoma ime. Pastaj ishte shumë vonë. E kuptova. Përbindshi kishte premtuar se do të ishte me mua natën e dasmës sime, por ai nuk ishte menduar të më vriste mua. Ulërima u dëgjua sërish dhe unë vrapova për në dhomë. Përse nuk vdiqa aty në çast? Elizabeta qëndronte ende në shtrat, në gjumin e ftohtë të vdekjes. E mora në krahët e mi dhe pa shenjat e gishtave vrastar në fytyn e saj. Njerëzit e tjerë të hotelit kishin dëgjuar ulërimat dhe erdhën në dhomën tonë. Dërgova njërin prej tyre të thërriste policinë, të tjerët më lanë vetëm në mjerimin tim. E shtrëngova Elizabetën pranë, dhe ndërsa e mbaja, pash Përbindshin që më shikonte përmes dritares së hapur të dhomës. Kishte një zgërdeshje të mbrapsht në fytyrën e tij. Nxora pistollën time dhe nga palltua dhe e qellova. Nuk e zuri. Dhe ai vrapoi nga dritarja dhe kërceu në liçen. Njerëzit dëgjuan krismën dhe u kthyen në dhomë. Ja tregova vendin për nga Përbindshi kishte kërcyer në liçen. Ne kërkuam bregu të liçenit, por nuk mundëm ta gjenim. U ktheva te dhoma jon dhe qëndrova në shtrat për krah gruasime të dashur. Befas pata një mendim tjetër të tmerrshëm. Ndoshta pikërisht në këtë çast babai im po luftonte me Përbindshin, me Ernestin e vdekur në këmbët e tij. U largova nga hoteli dhe u ktheva në Gjenevë sa më shpejt që munda. Babai im dhe Ernesti ishin të sigurt, por lajmi I dhimbshëm I vdekjes së Elizabetës e vrau babain tim. Ai e kishte dashur së tepërmi Elizabetën. U sëmur, dhe pas disa ditësh vdiq në krahët e mi. Kësaj Përbindshi I mbrapsht I kishte sjell pikëllim vdekje një plaku të dashur,
që nuk ishte lënduar kurrë askënd. Unë nuk e di se çfarë ndodhi më pas. Mendoj se u largova nga bota e vërtet dhe hyra në një botë të rrezikshme ëndrash dhe marrësie. E më vonë e kuptova se më kishin rrasur në burg për shkak të lajthitjes sime. Pas disa muajve më lanë të lirë. Kisha vetëm një dëshirë, të gjeja Përbinshin, ta vrisja. Kapitulli 14. Vendosa të largohesha nga Gjeneva për gjithmonë. Mora gjithë të hollat që më duheshin dhe u largova nga qyteti. Përpara se të ikja, shkova t'i bëja një vizitë vendit ku Williami, Elizabeta dhe babai im preshin në paqe. Qëndrova aty dhe u premtova atyre se do të mbetesha gjallë derisa të vrisja Përbinshin. Një qeshje e rëndë dhe mbrapsht u shtiu nëpër natën e qetë. Pastaj dëgjova zërin e Përbinshit. Më vjen dorë që ke vendosur të jetosh, sepse kjo është ajo që dua. U turra drejt zërit, por nuk munda ta kap Përbinshin. E pashte kja mbathte, por ai vraponte më shpejt se cili do njeri, shumë më shpejt nga shmuntazia. Por unë ndoqa dhe e kam ndjekur deri më sot. Duhet të jetoj derisa ta kap. Ai do që unë të jetoj sa më shumë që është e mundur, ai do që unë të provoj ditë e natë dhimbjen dhe mjerimin që ai më dha. Ai më çon fjalë se ku është. Ai e di se unë duhet ta ndjek nga pas. Kënaqem vetëm kur bie në gjumë, më ndërroj sikur jam me familjen time, me Elizabetën dhe Henrin. Kur jam zgjuar, shoh veç se vdekjen time, ditën kur duhet i jem së bashku me ta. Në kumtin e tij të fundit, Përbinshi thoshte se po shkonte drejt veriut. Ai donte të më çonte aty ku i ftofti mund të më drobiste dhe të më pikëllonte. E ndoqa atë nëpër fushat e ngrira të veriut dhe bleva ca qener dhe një sklip. Deri më tani, ai më kishte lënë gjithmonë më pas kur e ndiqja. Por qenë ishin shumë të shpejt dhe unë po i afrohesha gjithnjë më shumë. Atë bota ishte vetëm një ditë rrugë përpara meje. Ai po shkonte drejt deti dhe unë shpresoja ta kapja përpara se të arrinte aty. Ndjekja për mbijaku zgjati për rreth 3 javë. Dhimbja nga të ftohtët ishte e mpret dhe fillova t'i humbja shpresat. Mendova se nuk do ta kapja kurrë. Qentë e mi nuk mund të vraponin më shpejt dhe një syresh ngordhi. Më pas pash diçka për mbijakull përballë meje. Ishte Përbinshi dhe slita e tij. Për një herë u mbusha rishtas me shpresë dhe lëshova një britm gëzimi. Ju afrova gjithnjë më pranë. Pastaj ja nisi një tufan. Akulli u kriz dhe deti e degdisja të larg meje. Slita ime u thye dhe qentë më humbën. Mbeta mbi një copë akulli që zvoglohej në kalimin e kohës. Shumë orë kaluan kësaj e më pas pasha anijen tuaj. Të tjerat ju i dini. Po ju lutem juve, kapiteni Walton, ta ndiqni Përbinshin dhe ta vrisni. Mos dëgjoni ato çka thot, ai di si të flas dhe ndoshta juve mund t'ju vi keq për të, por mos harroni se ai është një i paudh. Kujtoni vdekjen e Williamit, Justinës, Henrit, Elizabetës, babait tim dhe më kujtoni mua. Viktor Frankenstein. Nuk kam më gjë për të thënë përveç se t'ju falenderoj, kapiteni Walton, për ndihmën dhe mirësinë tuaj. Faleminderit gjithashtu që dëgjuat historinë time. Dua që ju t'i thoni botës se Përbinshi është një rrezik për çdo. E di se më kanë mbetur edhe pak orë për të jetuar, por mund t'i ndjej të dashurit e mi pranë vetes dhe mirëpres vdekjen. Mirupafshim. Ky është fundi i historisë së Viktor Frankensteinit. Shënimi i kapitenit Walton. Kapitulli 15. Unë, kapiteni Robert Walton, i shtova këto shënime të fundit të historisë. Kur t'i lexoni do ta merrni vesh se historia e Viktor Frankensteinit është e vërtetë. Viktor Frankensteini vdiq pas disa orësh pasi kishte shkruar fjalët e tij të fundit. U vrerosa kur e pash të vdiste sepse ai ishte kthyer në një mik të mirë. Por ai nuk do t'ishte më kurrë i palumtur apo i vrerosur, dhe unë jam i gëzuar për të. Ne e mbajtëm trupin e tij në një kabinë pranë tonës. Më vonë, dëgjova një zë që vinte nga kabina. Shkova në kabinë dhe pash një formë të stërmadhe që qëndronte mbi trupin e vdekur. E mora vesh se krijesa e tmerrshme që po qëndronte aty ishte Përbinshi i Frankensteinit. Pra, të vrava edhe ty, i tha Përbinshi trupit të Frankensteinit. Oh, Frankenstein, më ndje. Sa do të doja që të më përgjigjeshe. I dola përpara dhe i thash: është shumë vonë që Frankensteini të falë, ai ka vdekur. Dhimbja e tij mori fund. Ju nuk e dini se sa dhimbje dhe palumturi kam ndier, tha Përbinshi. E dija se po bëja gjëra të mbrapshta, por nuk mund ta ndalja veten.
Ju mendoni se unë kënaqesha kur vrisja njerëz? Zemra ime është bërë për dashuri, ashtu si kundër zemra e një njeriu. Pasi vrava Henryn e urreva veten time, por nuk mund ta ndalja vetveten për vrasje të tjera. Frankensteini nuk do të më dhuronte një grua, por ai shpresonte të gjente lumturinë me një grua për veten e vet. Ai nuk u tregua i drejtë me mua, por tani mori fund. Frankensteini ishte njeriu i fundit që duhej të vrisja. Unë i kam bërë të gjitha këto gjëra të këqija, por ai jam unë i vetmi njeri që kam gabuar. Unë doja dashuri dhe miqësi. Mendo për Felixin dhe familjen time, që më urryen pasi u kisha falur dashuri. Mendo për njeriun që më gjuajti pasi kisha shpëtuar vajzën e tij të vogël nga lumi. Por unë e di që kam bërë mbrapshtira dhe urrej veten time më tepër se sa ju më urreni mua. Vdekja ime është e afërt. Duhet të largohem nga kjo anije dhe të shkoj drejt veriut përmes akullit. Duhet të ndes një flakadan dhe të hidhem brenda, që të vdes. Duhet ta mirëpres dhimbjen e zjarrit, sepse ajo do të më ndihmojë të harroj dhimbjen e zemrës sime. Kam ndjer më tepër dhimbje se sa Frankensteini, dhe kur zjarri të fiket, do të prehem në paqe. Pasi foli, përbinçi kërceu nga dritarja e kabinës. Ai hipi në lundrën e vogël me të cilën kishte ardhur tek anija. Leti shumë shpejt e degdisi larg dhe ai humbi në errësirë. Ju falenderoj nëse keni arritur deri këtu. Në fillim do doja të sjellja për ju jo thjesht historinë e këtij libri, por kuptimin që ai la tek unë. Ndërreshta, kuptova se jeta e përjetshme nuk është dhuratë, është mallkim, burg, sepse jeta pa vdekje nuk ka kuptim. Mendoj që ajo do të ishte bosh. Këta rreshta i lexoja ndërkohë që shija mburojën time të gjithë këtyre viteve, shtyllën e shtëpisë sime, të derzhin e shtrat, i pafuqishëm, pa mundësi për të thënë sërish emrin tim. Me shpresën se do të ngrihej përsëri, se do t'ja merrte këngës dhe do të thoshte se nuk do të diste kurrë. Me shpresën se do të kërkonte t'i përgatisje një kafe. Dhe atë natë, iku. Frika ime se do të ikte, ndodhi. Ishte aty që kuptova diçka të çuditshme. Vdekja vet nuk më shkaktoi dhimbje. Shpirti im nuk qante sepse vdekja kishte ardhur. Isha thjesht bosh. Nuk ndjeja asgjë. Derisa fillova të bëja diçka, çfarëdo gjëje, dhe kuptova se nuk do të ishte më njësoj. Mungesa bëhet e pranishme në çdo rutinë të ditës, në çdo zakon, në çdo heshtje, dhe kjo vret. Por ndoshta pikërisht këtu fillon kuptimi. Sepse duke e ditur që do të vdesim, ne nuk jetojmë më rastësisht. Çdo zgjedhje merr peshë, çdo fjalë e thënë ose e pa thënë ka rëndësi. Vdekja na mëson të zgjedhim me mendim, sepse e dim që koha nuk është e pafundme dhe as njerëzit që duam nuk janë. Frika për të ardhmen nuk na paralizon. Ajo na bën të kujdesshëm, na bën të përgjegjshëm për mënyrën si jetojmë sot. Pa frikë. Jeta do të ishte e sheshtë pa frikë. Do të ishte pa kufi, pa urgjencë. Ashtu si në Frankenstein, ku përpjekja për të mposhtur vdekjen nuk krijon jetë me kuptim, por një ekzistencë pa drejtim, pa zgjedhje, pa përgjegjësi. E ndoshta vdekja nuk është armiku ynë. Ndoshta është kufiri që na mban njerëzor, dhe ndoshta ajo që duhet të mësojmë nuk është se si ta shmangim vdekjen, por si të jetojmë duke e ditur se ajo do të vijë, pa u kthyer në përbinça.